E falenderoj Perëndin, vëllezër, aleluja. Me ishte Zotit do të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Jemi në Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 19, faqja 95. Ungjilli sipas Lukës, 95 faqja 19 kapitulli. Ta shohim se çfarë do të na jap Zoti sot, motra. Pastaj Jezusi hyri në Jeriko dhe po kalonte nëpër qytet. Dhe ja një njeri i quajtur Zake, i cili ishte kryetari i të agrambledhësve dhe ishte i pasur. Ai kërkonte të shihte kush ishte Jezusi, por nuk mundte për shkak të turmës, sepse ishte i shkurtër nga shtati. Atëherë rendi përpara dhe u ngjit në një fik për ta parë, sepse ai duhet të kalonte andej. Dhe kur Jezusi arriti në atë vend, i çoi sytë e pa dhe i tha: Zake, zbrit shpejt poshtë, sepse sot duhet të ri në shtëpinë tënde. Dhe ai zbriti me nxitim dhe e priti me gëzim. Kur pa në këtë të gjithë murmuritën duke thënë ai shkoi të ri në shtëpinë e një njeriu mëkatar. Por Zakeu u çua dhe i tha Zotit: Zot, unë po ju jap të varfërve gjysmën e pasurisë sime. Dhe po të kem marrë ndonjë gjë nga ndonjëri me mashtrim, do t'ja kthej 4 fish. Dhe Jezusi i tha: Sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi, sepse edhe ky është bir i Abrahamit. Sepse biri i njeriu të erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Amin. E falenderojmë Zotin për fjalën. Jezus Krishti, motra, vëllezër, aleluja, erdhi të bëjë një vepër. Një vepër shpëtimi në të gjithë ata që e duan Perëndin. Erdhi motra, vëllezër, aleluja, nga qielli dhe mori trajt të shërbëtori. Erdhi në mish, lavdi emrit të shenjtë, që ne ta shohim, që ne ta prekim, dhe të shohim vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, dashurinë e Perëndisë. Dashuria e Perëndisë, vëllezër, aleluja, duket me vepra. Dhe gjithçka që Jezus Krishti erdhi të bëjë në ne, ishte vepra e dashurisë së Perëndisë. Lavdi emrit të shenjtë. Ai erdhi në ne, motra, vëllezër, aleluja, dhe shëroi. Erdhi në ne dhe ushqeu. Erdhi në ne dhe të verbërve ju dha sy të shohin. Erdhi, motra, vëllezër, aleluja, ndryshoi jetën e çdo njerit prej nesh. Lavdi emrit të shenjtë. Fjala këtu na thotë që Jezus Krishti edhe për një njeri do të zbriste, motra dhe vëllezër, aleluja, për t'i dhënë jetë të përjetshme. Që askush të mos u mbasë, thot fjala e Perëndisë. Për këtë erdhi Jezus Krishti, por kushdo që beson në ta, të ketë jetë të përjetshme. Lavdi emrit të shenjtë.
Dhe në një qytet Jeriko, të gjithë e njohim, motra dhe vëllezër, nga shkrimi, Jerikoja ishte një vend i dhujtarësh. Dhe Zoti do të shkonte në Jeriko, sepse kishte një takim me një shpirt, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ky ishte Zakeu. Ai shpirt, motra dhe vëllezër, aleluja, nga njerëzit, nga njohësit e ligjit, ishte mëkatari më i madh. Dhe me atë nuk afrohej askush, motra dhe vëllezër, aleluja. Njerëzit e kishin ndarë se kush është mëkatar dhe kush nuk është mëkatar. I kishin ndarë, motra dhe vëllezër, aleluja. Por Zoti do të na mësojë, vëllezër, aleluja, që një vepër tjetër erdhi të bëjë Jezus Krishti. Pasi hyri në Jeriko, thotë, dhe po kalonte nëpër qytet. Një njeri i quajtur Zake, i cili ishte kryetari i ta grambletësve. Dhe ishte i pasur. Nëse ta grambletësit ishin njerëz mëkatar për popullin, motra dhe vëllezër, sepse mblidhnin taksat, Zakeu, thot, ishte kryetari i tyre. Shumë më mëkatar se sa të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, ta grambletësit. Ishte shumë i pasur. Pasuria, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk tregon këtu që Zakeu ishte i kënaqur. Diçka tjetër kërkonte Zakeu. Njeriu, motra dhe vëllezër, nuk kënaqet me pasurinë që ka, me gjërat që ka, por diçka tjetër e bën atë që të jetë mirë, motra dhe vëllezër, aleluja. Fjala na thot, njeriu nuk ron vetëm me bukë, por dhe me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Shikoni sa e rëndësishme është për të kuptuar, vëllezër, fjalën e Perëndisë. Zakeu nuk i mungonte asgjë, njeriu më i pasur, motra dhe vëllezër, aleluja, në Jeriko. Diçka kërkonte për veten e vet. Thot, ai kërkonte të shihte kush ishte Jezusi. Për çfarë i duhej, motra dhe vëllezër, aleluja, një njeriu të pasur? Jezus Krishti. Shpirti i Zakeut, motra dhe vëllezër, aleluja, kërkonte shpëtim. Dhe këtë shpëtim, motra dhe vëllezër, aleluja, përveç Jezus Krishtit, nuk mund t'ja jepte dot askush. As pasuria, as njerëzit, as nderet. Nuk ndjej, motra dhe vëllezër, shpirti i tij i kënaqur. Kish dëgjuar për Jezus Krishtin dhe thotë kërkonte ta shihte. Kush është? Kjo ishte dëshira e tij, motra dhe vëllezër, aleluja. Të shihte Jezus Krishtin. Por nuk mundej për shkak të turmës. E kishte të vështirë, motra dhe vëllezër, aleluja, që të shihte Jezus Krishtin. Sepse turma të mëdha që ndiqnin Jezus Krishtin, nuk e lejonin, motra dhe vëllezër, aleluja, që gjithë secili të mund të verë dhe ta takoje Jezus Krishtin. Nuk e lën turmat, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe jo vetëm kaq, thotë, po për shkak sepse trupi i tij ishte i shkurtër. Dhe nuk mund ta shikonte. Kaq dëshironte, motra dhe vëllezër, ta shoh Jezus Krishtin. Dhe çfarë bëri?
Atëre rendi përpara u ngjit në një fik për ta parë, sepse ai duhej të kalonte atje. E përgatiti më përpara, motra dhe vëllezër, aleluja, veten, si mund ta shikoj unë Jezus Krishtin? Turmat më pengojnë. I dha një zgjidhje, por zgjidhja ishte, motra, vëllezër, aleluja, duhet të rrëzonte egoizmi. Që të shohësh Jezus Krishtin, duhet që egoizmi të mos ekzistojë. Është pengesa më e madhe, motra dhe vëllezër, aleluja. Zakeu të hypën në një fik, kostum, motra dhe vëllezër, Zakeu ndjenjet nga të gjithë njerëzit. Kush është Zakeu? Njeriu më i pasur. A mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, një njeri i pasur sot të shohë Jezus Krishtin, të hypë në një pemë për ta parë Jezus Krishtin, sepse turmat nuk e lejojnë. Çfarë theu këtu Zakeu, motra dhe vëllezër, aleluja? Dëshira e madhe për të njohur Jezus Krishtin rrëzoi egoizmin e tij. Ka një zgjidhje, tha, hyp në pemë, tha, ai do të kaloj këtu dhe unë do ta shoh, do të realizoj atë që unë dëshiroj. Nëse dëshirojmë vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, ta shohim Jezus Krishtin, ta njohim Jezus Krishtin, duhet, motra dhe vëllezër, në radhë të parë të çlirohemi nga egoizmi. Zoti thotë, në të përullurit gjen kënaqësi, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Zoti të përullurin do ta marrë dhe do ta lartësojë. Zoti është gjithmonë pranë teje. Nëse dëshiron ta njohësh, ta shohësh Jezus Krishtin, të veprojë Jezus Krishtin në ty, duhet të bien të gjitha këto pengesa. Pengesa e turmës, që nuk të lejon, egoizmi, duhet të rrëzohen të gjitha këto, motra dhe vëllezër, aleluja, të jesh i përullur, që të mund të shohësh Jezus Krishtin. Dhe kur Jezusi arriti në atë vend, ai priste në pemë, motra dhe vëllezër, aleluja. Këtu do të kaloj Jezus Krishtin dhe unë do ta shoh. Kur arriti në atë vend, i çoi sytë e pa dhe i tha: Zake, zbrit shpejt poshtë, sepse sot duhet të ri në shtëpinë tënde. Shikoni çfarë vepër, motra dhe vëllezër, aleluja, bëhet në shpirtin e një njeriu, dhe Zoti e njeh këtë shpirt. E njeh këtë zemër Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. I foli me emër, Zake. Na njeh Zoti, motra dhe vëllezër, lavdi emrit të shenjtë. Çdo njeri di zemrën e çdo njerit Zoti. Se çfarë mendimesh ka, motra dhe vëllezër, Zoti di gjithçka. E falenderojmë Perëndin. Zake sot kam ardhur për ty. Shikoni, motra dhe vëllezër, aleluja. Zemra e Zakeut ishte vetëm ta shoh kush është ky. S'kishte në plan asnjë lloj gjëje tjetër në zemrën e tij, motra dhe vëllezër, aleluja. Vetëm ta shoh Jezus Krishtin. Dhe këtë zemër, motra dhe vëllezër, Zoti do të vijë dhe do të bëjë banesë në këtë zemër. Që vërtet do ta shoh Jezus Krishtin. Dhe çfarë bën, motra dhe vëllezër, Zoti në këtë zemër?
A I zbriti me nxitim dhe e priti me gëzim. Shikoni motra dhe vëllezër, aleluja, çfarë ndodhi kur dëgjoi që Zoti I flasë, që Zoti I thotë Zake të njoh, do vi në shtëpinë tënde. Sot do vi në shtëpinë tënde. Turmat që e ndiqnin motra dhe vëllezër, aleluja, Jezus Krishti do të vijë sot në shtëpinë tënde. E falenderojmë Perëndin. Me gëzim e priti motra dhe vëllezër, do të vijë Jezus Krishti në shtëpinë time. Të gjithë njerëzit mua më kanë përjashtuar, askush nuk vjen në shtëpinë time. Zoti që këta ndjekin, adhurojnë, do vijë sot në shtëpinë time, në mua mëkatari. Kur e panë të gjithë murmuritën, duke thënë, a I shkoi të ri në shtëpinë e një njeriu mëkatar? Mundet motra dhe vëllezër, Jezus Krishti të verë në shtëpinë e një njeriu mëkatar? Unë erdha, tha Jezus Krishti, për mëkatarët, motra dhe vëllezër, aleluja. Që të shlyej mëkatet e tyre dhe t'i thres, motra dhe vëllezër, aleluja, në mbretërinë time. Çfarë vepër të madhe erdhi Zoti të bëjë? Nuk erdhi për të mirët, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, sepse në fjalën e Perëndisë nuk ka të mirë, mësuam. Asnjë s'është I mirë përveç Zotit. Atëherë erdhi për të gjithë ne, mëkatarët, motra dhe vëllezër, aleluja, që kushdo që ka një zemër të tillë, që e do vërtet Perëndinë, të shpëtohet. Njerëzit murmuritën, duke thënë shkoi të ri në shtëpinë e një njeriu mëkatar, por Zakeu u qua dhe I tha Zotit. Kur Jezus Krishti hyri në shtëpinë e Zakeut, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe Zakeu kishte përgatitur gjërat më të mira që kishte, që ta priste Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk shohim në fjalën e Perëndisë që të mësoj nga dikush, nga njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, se çfarë duhet bërë që ti të shpëtohesh. Jo, motra dhe vëllezër, aleluja. U ngrit, thotë, vetë dhe I tha Zotit, Zot, unë po ju jap të varfërve gjysmën e pasurisë sime. Ky ishte qëllimi I Zakeut, motra dhe vëllezër, aleluja, që hypi në pemë. Të shpërndante pasurinë njerëzve, kush e pengonte? Kur erdhi Jezus Krishti në shtëpinë e tij, bëhet vepër, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe në shtëpinë e çdo njerit Zoti vjen, motra dhe vëllezër, kur zemra e këtij njeriu dëshiron të shohë Jezus Krishtin. E falenderojmë Perëndin. Çfarë vepër bën, motra dhe vëllezër, aleluja? Gjithçka, motra dhe vëllezër, që I bëj pengesë, e çliron Jezus Krishti. Fryma e Perëndisë. Nuk aq më duhet pasuria, tha motra dhe vëllezër, aleluja. Është si puna e një njeriu, thotë, që kërkonte thesare, mblidhte thesare. Dhe kur gjeti një thesar shumë të çmuar, I shiti të gjitha gjërat që kishte mbledhur, motra dhe vëllezër, aleluja, për të patur këtë thesar të tijen. Çdo gjë që kishte, thot, e shiti. Nuk më duhen. Pse? Sepse ky thesar që kam gjetur është më I madh nga të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, më mbulon të gjitha gjërat. Ky është thesari ynë, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne e kemi gjetur, Jezus Krishtin.
Që ne e pamë dorën e tij që të vepronte në zemrat tona, motra dhe vëllezër, aleluja. Që nuk na bën dhe përshtypje më kur njohëm Jezus Krishtin, asnjë lloj gjëje tjetër, çfarë kishim. E falenderojmë Perëndin. Gjysmën e pasurisë do t'ja u jap të varfërve. Po të ke marrë ndonjë gjë nga ndonjëri me mashtrim, do t'ja kthej 4 fish. U çlirua, motra dhe vëllezër, Zakeu nga të gjitha gjërat, nga pengesat që kishte, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse kjo është vepër që bën Zoti në zemrën e një njeriu. Lakmit, dëshirat mishore e çojnë njeriu gjithmonë, motra, në mëkat, e çojnë në mundim, motra dhe vëllezër, mundohet vazhdimisht. Kurse kur ka Jezus Krishtin, çlirohet nga të gjitha këto gjëra, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk i mungon asgjë. Ka gjetur dritën, motra dhe vëllezër, aleluja. Pashë dritën e botës, taj verbri për gjatë rrugës. Dhe tani nuk e njihja, motra. Nuk dinja ku shkonja. Nuk dinja si të gjithë të tjerët, thoja, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe njësoj dhe unë si gjithë të tjerët. Por tani pashë dritën e botës dhe falenderote Perëndinë. Njoha Zotin. Nuk më duhet asnjë gjë tjetër. Dhe Jezusi i tha, sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi. I tha ati, motra dhe vëllezër, po ju tha dhe të gjithve atyre që ishin dhe ti. Kjo është vepër e Perëndisë, motra dhe vëllezër, në zemrat e njerëzve. Në të gjitha ata që duan Jezus Krishtin, duan ta shohin Jezus Krishtin. Zoti është gjithmonë pranë. Zoti është gjithmonë pranë teje, e falenderojmë Perëndin. Unë prestot, unë trokas vazhdimisht në zemrën tënde, që ti të më hapësh derën. Dhe unë të hy dhe të bëj banesën në ty, në zemrën tënde. Dhe kush mund ju bëj keq bijve të Perëndisë, nëse Zoti është me ta, motra dhe vëllezër, aleluja. Gëzoni gjithmonë në Zotin, gëzoni. Duhet të gëzohemi, motra dhe vëllezër, aleluja, pikërisht, sepse Jezus Krishti erdhi në jetën tonë. Ky është gëzimi ynë më i madh, motra dhe vëllezër, aleluja. Jo gjërat që shihen, por gjërat, motra dhe vëllezër, që të japin kënaqësi shpirtërore. Që gjen kënaqësi njeriu në shpirt, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe kur mbushesh me praninë e Zotit, njeriu, motra dhe vëllezër, është i përmbushur, plot në të gjitha gjërat, nuk i mungon gjë. Sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi. Sepse edhe ky është bir i Abrahamit. Edhe ky është biri i Abrahamit. Ata njerëz që ndiqnin Jezus Krishtin, thoshin është mëkatar. Motra dhe vëllezër, aleluja. Zoti tha, ky është bir i Abrahamit. Sepse dashuria për Perëndinë, motra dhe vëllezër, i tekalon të gjitha gjërat. Ai që më do, të verë në praktikë fjalën time, thotë Zoti. Këtu duket dashuria që unë kam për Perëndinë, motra dhe vëllezër. Të verë në praktikë fjalën e Perëndisë. Dhe Zakeu, motra dhe vëllezër, aleluja, vuri në praktikë fjalën e Perëndisë. Jo çdo njeri që më thret Zot, Zot, do hyj në mbretërinë e Perëndisë. Por ai që kryen vullnetin e Atit tim, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur.
Ati që kishte hyrë në mëkat dhe nuk dilte dot, motra dhe vëllezër, aleluja. Ati që ishte verbuar nga gjithë shka që e rrethonte dhe nuk dinte ku shkonte. Për ata erdhi Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, aleluja, që shpirti i tij thret nga brenda, Zot, nuk mund. Dhe Zoti që është gjithmonë pranë teje thot, këtu jam biri. Për ty kam ardhur. Për ty u flijova, që ti të jetosh. Që ti të jetosh me mua në praninë time. E falenderojmë Perëndin. Kjo është vepër e Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Për këtë erdhi Jezus Krishti që të shpëtojë çdo njeri, motra dhe vëllezër, aleluja, që kërkon vërtet Perëndin. Zoti ta bekojë këtë fjalë, vëllezër.